E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë sot të ritakohemi me këtë ritëm të shpejt në fakt për të komentuar ngjarjet që po ndodhin dhe do të ndodhin sonte në shtëpinë e Big Brotherit. Rogerti në dhomën e rrëfimit, do me thënë një video e publikuar nga vllau i madh, është prenocuar që do t'ja prish dasmën Selinës. Rogerti është shumë i acaruar që nuk e kanë ftuar në dasëm, ndjet i poshtërsuar, ai thot pa marrë parasysh se çfarë të ndodh në Big Brother. Kjo është një lojë dhe duhet të mos të jem i anashkaluar nga Ana e Selin edhe Gimbo. Në fakt unë prisja që ato në dasëm nuk do të aftojnë Juelën, mendoja që Rogertin do të aftojnë, por siç duket Gimbo dhe Selin ka çuar inatin e tyre. Tani Rogerti ka paralajmëruar që sonte në të gjitha format e veta, pa marrë parasysh që njerë fillimisht do të mbaj një fjalim për të dhënë mendimin e tij që kjo dashuri dhe kjo martesë nuk është reale. Rogerti mendon që Selina e dashuron Mirin dhe nuk e dashuron Gimbon dhe më pas do lufton që t'ja prishën këtë dasëm. Tani çfarë ndodh? Derisa vetë produksioni, do me thënë e publikon këtë videon në Instagramin zyrtar të televizionit Top Channel dhe Big Brother, mendoj që kjo është komplet e tëra një skenar që produksioni me patjetër që dëshiron që ta prishën këtë dasëm që ta ketë javën sa më shumë aktive. Tani Rogerti në disa raste i tha Gimbo sot në verandë që nuk do ta prish dasmën. Dhe Gimbo do kapet tek fjala që ti je besprer, nga që më premtove që nuk do ta prish dasmën, por ti në të gjitha format e tua e prishe dasmën. Tani Selin dhe Gimbo presin që tu prishe dasma e tyre sonte në një bisedë që ato të dy bënin së bashku. Gimbo i thonte Selinës pa marrë parasysh se çfarë të ndodhen ti mos e hiq buzëqeshjen tënde nga fytyra, qëndroj buzëqeshur, qëndroj shumë e lumtur, por unë e di që Rogerti do të del nga korniza dhe do ta merr si personale këtë gjën. Do me thënë ashtu siç ne jemi mësuar ta shohim Rogertin kur ai del nga kontrolli, kur ai nervozohet, kur ai tjetërsohet në fakt brenda vetes së tij, dhe jam i bindur që sonte do të bëj skandale, do të bëj skandale në këtë dasëm. Rogerti ndjehet tepër i ofenduar dhe në një farë mënyre tani kanë shpallur luftë Rogertit po të dy Selin dhe Gimbo, dhe sonte mendoj që produksioni do t'i nda një herë dhe përgjithmonë në dy urat që në fakt mundeshte edhe të lidheshin. A do ndikon kjo gjë jashtë e familjarët? Me patjetër që do ndikon, sepse prishja një dasme nuk është se do të ndikon bukur në emocionet e nusës edhe të dhëndrit. Gimbo dhe Selin janë përfshirë shumë në këtë dasëm dhe i shoh tepër të gëzuar që po jetojnë këtë momentin dhe që po e shijojnë dasmën e tyre. Por siç duket Rogerti ka vendosur që ta prish këtë dasëm.